Përshëndetje të gjithëve. Atëherë mirë se vini në kanalin Astro Tarot. Sot do flasim në lidhje me javën, si do jetë kjo javë për gjithë ju, nga data 17 deri në datën 23 nëntor. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Juftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e muajit nëntor, sepse aty përfshihet i gjithë muaji, videot e javës, por dhe video me tema për dashurinë, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë fillojmë me shenjën e parë, shenjën e dashit. Të shohim energjinë që do na vi për këtë javë. Një minutë se janë mbrapsh. Është një javë ku kemi edhe hënën e re, që është në shenjën e akrepit, por kemi edhe diellin që do hyjë në shenjën e shijetarit. Gjithsesi shohim energjinë që ju vjen. Atëherë kemi të bëjmë energjitë shenjave të tokës, energjinë e shenjës së Virgjëreshës, por dhe energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe juve. Atëherë ju shikoj që do të regojni pak të mbyllur në lidhje me një dashuri. Ndërkohë keni bërë shumë durim në lidhje me një person dhe shoh një lloj egoizmi midis dy personave këtu. Dhe këtu flasim si në lidhje me njohjet, me lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Për një pjesë tjetër shoh që do merrni një shumë të konsiderueshme parash, do jeni duke menduar për të hequr disa kursime, por ndërkohë shoh që do jeni dhe duke menduar për të investuar diku. Ju mund të investoni në shtëpinë tuaj, në një rast, mund të jetë një investim për fëmijët tuaj, një investim në lidhje me një biznes ose një aktivitet privat, ose mund të jenë dhe investime të ndryshme ekonomike që dëshironi të bëni gjatë kësaj periudhe. Gjithsesi ju shoh që keni bërë shumë durim në lidhje me një lloj investimi. Por shoh që merrni dhe një shumë të konsiderueshme parash dhe ndoshta keni bërë durim edhe në lidhje me këto para. Por duhet keni kujdes sepse shoh që mund të keni disa konflikte. Ose ju do jeni në konflikt me vete në një rast, ose në rastin tjetër mund të jetë një lloj konkurrence te vendi punës, ku ju dëshironi të ndryshoni diçka te puna juaj. Në rastin tjetër duhet keni kujdes në konflikte në lidhje me familjen ose edhe te vendi punës për një pjesë tjetër, por gjithsesi për gjithë ata që dëshirojnë të fillojnë të fillojnë një punë të re, bëjnë një investim diku, dhe këtu flasim gjithmonë në lidhje me punën, me shtëpinë, mund të lindin disa konflikte aty, ose në rastin tjetër ju mund të ndjeni një lloj konkurrence në një investim që ju dëshironi të bëni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Demit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Atëherë shohim energjinë që do na vi edhe në lidhje me shenjën tuaj. Ju uroj më falni, ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali. Gjithsesi, keni të bëni me energjitë shenjave të ajrit, energjinë e shenjës së akrepit, ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën te këto shenja, dhe energjitë shenjave të ajrit përsëri. Ju shoh që dëshironi të zgjidhni një situatë, të vini një drejtësi. Është një fillim jave ku ju do besoni shumë në intuitën tuaj për të zgjidhur situata të ndryshme, por në rastin tjetër për të vendosur një lloj ekuilibri, si në lidhje me dashurinë, për të vendosur ato balancat e jetës tuaj, në lidhje me marrëdhëniet tuaja me fëmijët tuaj në një rast tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër në lidhje me punën edhe nga ana ekonomike. Por ju shoh që do t'i bëni gjërat me shumë mençuri gjatë kësaj jave. Shoh që do t'ju aktivizohet syri tret, i cili do bëj që ju të futeni brenda vetes tuaj dhe brenda intuitës tuaj për t'i dhënë zgjidhje situatave të ndryshme që ju keni.
Dhe në mesin e javës, ju shoh që ju i jepni fund diçkaje. Këtu flasim në lidhje me të gjitha problemet që keni. I jepni fund diçkaje, ju shoh një transformim shpirtëror në momentin që ju do të jepni zgjidhje diçkaje. Ose në momentin që do vendosni të ekuilibra në lidhje me dashurinë, me punën ose nga ana ekonomike. Kjo gjë do t'ju çliroj dhe ju do ndjeni më të qetë. Gjithsesi shoh që do keni ndryshime të mëdha në mes të javës, por ju do lini vështirësitë mbrapa dhe shoh që aty ju presin surpriza pafund. Mund të keni një surprizë në dashuri, në një njohje të re, mund të jetë një surprizë në lidhje me punën nga ana ekonomike, por mund të keni surprizë edhe me fëmijët tuaj, ose edhe në situata të ndryshme që ju dëshironi të zgjidhni diçka. Situatat mund t'i merrni ashtu si i keni. Gjithsesi në fund të javës ju shoh jemi te energjia e ajrit, ju keni marrë eksperienca nga të gjitha vështirësitë që keni kaluar, dhe këto ndryshime që do vinë, ju do t'i bëni me logjik, bazuar në logjik, por do fusni dhe një frym të re në jetën tuaj. Do t'i shikoni gjërat ndryshe, do t'i pranoni më me mençuri, do përdorni logjikën tuaj në lidhje me gjithçka. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me institucione shtetërore, me gjykata, prokurori, ose çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me institucionet shtetërore. Dhe aty shoh që ju dëshironi të zgjidhni një situatë, të vini një drejtësi dhe të bëni një ndryshim të madh në jetën tuaj. Atëherë është një javë fantastike dhe në lidhje me ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së binjakëve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, të muajit, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë tuaj. Jemi te energjia e shenjave të ajrit, që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të tokës, dhe përsëri jemi te energjia juaj. Atëherë, ju shoh në fillim të javës, ju do jeni të ngecur në mendimet tuaja. Ndoshta do mendoni negativisht në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Ju mund të mendoni që nuk gjeni një dashuri dhe keni ngecur në këto mendime. Ose në rastin tjetër, ju mund të mendoni se gjërat tuaja nuk po ecin, si në lidhje me dashurinë, në marrëdhëniet tuaja, ose mund të jeni të ngecur në mendime negative në lidhje me situata dhe çështje të ndryshme, mund të jenë familjare, mund të jenë dhe vendi punës, por mund të jenë dhe ekonomike. Gjithsesi, janë thjesht mendimet tuaja. Rrugën e keni të hapur, duhet të dilni nga mendimet negative, t'i largoni, sepse nuk ka asgjë rreth jush në lidhje me gjërat që ju mendoni. Dhe në mesin e javës ju shoh që tregojeni të mbyllur. Ju mund të jeni të mbyllur ndaj një dashurie dhe nuk ndani gjëra ose nuk dëshironi të ndani diçka me persona të tjerë. Në rastin tjetër do tregoni shumë të mbyllur në familjen tuaj ose në rastin tjetër në lidhje me anën tuaj ekonomike, por edhe në lidhje me çështje dhe situata të ndryshme. Gjithsesi, unë shoh që merrni disa para në mes të javës, ndoshta nuk dëshironi që t'i thoni dikujt tjetër në lidhje me marrjen e këtyre parave, por ndërkohë ju shoh që dëshironi të bëni një investim. Dhe mund të jenë investimet e fëmijët tuaj, mund të jenë investime në punën tuaj, investime në shtëpinë, në familjen tuaj. Mund të jetë një investim për biznes ose për një aktivitet privat që ju dëshironi ta hapni, dhe në fund të javës ju shoh shumë sekret. Jeni shumë të fshehtë. E para keni ngecur në mendime negative, e dyta tregoni të mbyllur dhe në fund të javës mbani sekrete. Ose ju do zbuloni një sekret në rastin tjetër. Mund të jetë një sekret në dashuri, ku dikush ju ka mashtruar, ju ka gënjur, ose ju ka manipuluar dhe ju këtë gjë do ta mbani brenda vetes tuaj. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me një të fshehtë në familjen tuaj, te vendi punës,
ose edhe një e fshet ekonomike që ju nuk dëshironi ndoshta ta ndani me persona tjera ose do mësoni diçka dhe aty mund të tregojeni të mbyllur. Gjithsesi, është një javë që duhet të dilni nga mendimet, mos qëndroni të mbyllur, tregoni më të hapur, por edhe duhet keni kujdes edhe në lidhje me persona që mund t'ju manipulojnë ose persona që mbajnë sekrete rreth jush. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Gafores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e tjera të këtij kanali. Dhe shohim energjinë që na vjen në lidhje me shenjën tuaj. Atëherë, ju keni të bëni me energjinë e shenjës së Akrepit. Këtu kemi 4 energji. Energjia e shenjës së Demit, Virgjëresha, Akrepi, Luani. Dhe këtu jemi te energjia e Virgjëreshës. Për gjithë ata që kanë të bëjnë me këto shenja ose ju mund të keni ascendentin ose hënën në këto shenja. Në fillim të javës, shoh që ju do pësoni një transformim spiritual, shpirtëror. Në rastin tjetër do keni ndryshime të mëdha në jetën tuaj, duke lënë mbrapa vështirësitë që keni kaluar dhe aty ju presin surpriza pafund. Në fakt është një muaj që jemi dhe në energjinë e Akrepit. Gjithsesi, për një pjesë tjetër mund të keni ndryshimet e vendi punës, ndryshime ekonomike. Ju shoh flini mbrapa gjithçka të vështirë që keni kaluar dhe do keni surpriza pafund gjatë fillimit të javës. Ndërsa për një pjesë tjetër, në mesin e javës, dhe këtë mund ta merrni në gjitha situatat, si në lidhje me dashurinë, ndryshime në dashuri, por që vijnë për mirë, ndryshime në punë, në çështje të ndryshme familjare, në çështje të ndryshme me pronat, me anën ekonomike. Dhe në mesin e javës shoh që mbyllni një cikël të vështirë për të filluar një cikël të ri të lumtur. Ndoshta ju dolini mbrapa të gjitha vështirësitë dhe filloni një cikël të ri ku do jetë një cikël më i mirë për ju, më i lumtur për ju. Në qoftë se ju mbyllni diçka që mund të keni pasur, që ju ka vështirësuar jetën, atëherë shoh që ju do bëni fillime të reja. Mund të jetë fillimi i një dashurie të re. Në rastin tjetër, mund të filloni diçka nga ana ekonomike, një punë re, një partneritet, një biznes i ri, dhe do gjeni forcën për ta bërë këtë, por ndërkohë do vini dhe sepse shoh shumë fort këtu, ndoshta dhe kemi energjinë e hënës së re këtu, për gjithë ata që mund ta kenë, nuk e di, por kjo ka lidhje më tepër me energjinë e Virgjëreshës, mund të keni ascendenten ose hënën te Virgjëresha dhe do prekeni më fort se sa personat që mund ta kenë në vend tjetër. Dhe unë ju shoh që do të rrigjeni brenda vetes, në fund të javës do jeni duke menduar se si të jepni drejtim dashurisë, njohjes lidhjeve ose marrëdhënieve tuaja në çift, familjes tuaj, shtëpisë tuaj, punës, anës tuaj ekonomike, por dhe çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Është një javë fantastike, sepse ju pësoni një transformim shpirtëror, mbyllni diçka për të filluar diçka të re, një cikël të ri që do t'ju sjellë lumturi, por që kuptohet vjen gradualisht. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Luanit. Atëherë do shohim se si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, video me tema për dashurinë, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që do na vi edhe për shenjën tuaj.
Atëhere, keni të bëni me energjitë shenjave të zjarit që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ujit dhe përsërit të ujit, ose mund të keni dhe ascendenten ose hënë këto shenja. Gjithsesi ju shoh që ju dëshironi një lloj stabiliteti, dëshironi të stabilizoni dashurinë, njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Dhe ju shoh shumë festiv, do harrini të stabilizoni në fillim të javës. Në rastin tjetër mund të ketë lidhje me punën tuaj, ku ju dëshironi të keni një punë që të krijoni stabilitet, të jetë një punë me sigurt, dhe unë shoh që ju do të realizoni sepse ju shoh në festime. Mund të keni festime në familje, festime në shoqërinë tuaj, sepse e shoh edhe në mes të javës, por edhe festime të ndryshme të vendi punës, për një punë që do harrini ta stabilizoni, një projekt, një bashkëpunim ose diçka tjetër. Por këtë stabilitet mund ta merrni edhe në situata të ndryshme, në çështje dhe probleme që ju mund të keni. Ndërsa në mesin e javës, ju shoh jeni duke festuar. Do jeni duke dalë me shoqërinë tuaj dhe për pjesën e personave që dëshirojnë të futen në një njohje të re, ju një person do tërhiqet nga ju. Ju mund të dilni diku, të pini një kafe ose të jeni me shoqërinë tuaj të pini një gotë dhe aty një person do t'ju ofrohet. Është një person që ka emocione në lidhje me ju dhe do t'ju shprehë emocionet. Ndërsa për pjesën tjetër, ju shoh jeni duke festuar, ndoshta këtë lloj stabiliteti që do harrini në familje, në punë për pjesën tjetër, ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta edhe në lidhje me anën ekonomike. Dhe në fund të javës shoh një çlirim shpirtëror për ju, lajme të mira. Por shoh që do jeni shumë emocional, shumë të gëzuar, por do keni edhe njohje të reja, do keni njohje gjatë kësaj fundjave. Është një javë fantastike, në çfarë do lloj situate që ju mund të jeni, ju do harrini të stabilizoni dhe do jeni duke e festuar dhe do çliroheni në lidhje me çfarë do lloj situate që ju mund të keni. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në përshëndetje gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Atëherë, do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe me tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe shohim energjinë, dolën 3 letra, është një energji fantastike. Jemi te energjia e shenjës tuaj. Kemi energjinë e shenjës së Demit dhe kemi energjitë shenjave të ajrit. Ju mund të keni dhe ascendenten ose hënën në këto shenja. Gjithsesi, ju shoh me një vetbesim gjatë fillimit të javës. Ju do ndiheni të sigurt në veten tuaj, në lidhje me gjërat që ju do bëni. Ndoshta për një pjesë tjetër do merrni një shumë të konsiderueshme parash, kjo do t'ju japi më siguri brenda vetes tuaj, por gjithsesi java fillon me vetbesim, do ndjeni të sigurt në lidhje me një dashuri dhe ju shoh në lidhje me një takim. Do bëni një takim me një person, por ndërkohë ju shoh që një pjesë tjetër në mes të javës ju mund të finalizoni një bashkëjetesë, një fejesë, një martesë, ose ju të keni diskutime rreth kësaj gjëje. Ndërsa për një pjesë tjetër mund të ndodhi e kundërta, që ju të keni një lloj divorci dhe ndjeni të sigurt me këtë divorc që doni të bëni, sepse shoh që keni lidhje me institucione shtetërore. Ndoshta me gjykatat, me nuk e di, dokumenta të ndryshme që bëni në lidhje me këtë divorc. Kjo mund të jetë për një pjesë specifike, për gjithë ata që mund të jenë në këto situata. Ndërsa për pjesën tjetër, shoh ju do ndjeni të sigurt në lidhje me kontrata të ndryshme që do bëni në mesin e javës. Mund të jetë kontratë shtëpie, kontrata pune, kontrata martesore për një pjesë tjetër, ose ju shoh që do keni një mbështetje të madhe nga energji më të larta në lidhje me gjithçka që do kërkoni gjatë kësaj jave. Dhe unë ju shoh, keni marrë eksperjenca, keni kaluar shumë vështirësi, por këto eksperjenca ju kanë bërë që ju të pozicionoheni në lidhje me çfarë do lloj situate dhe të jeni duke menduar për të marrë vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Ju mund të bëni dokumenta nga më të ndryshmet
gjatë kësaj jave, mund të jetë edhe një person që ju mbështet. Në rastin tjetër, ju shoh që ju do keni një fytyrë të re, ju do të shihni gjërat ndryshe. Një pjesë tjetër mund të kenë lidhje me studimet, me anën shëndetësore, gjithsesi është një javë fantastike edhe në lidhje me ju. Atëherë, kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshores. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, por dhe video me tema të ndryshme në këtë kanal. Atëherë shohim energjinë që vjen dhe për shenjën tuaj. Atëherë këtu kemi të bëjmë me energjitë shenjave të ajrit që jeni dhe ju vetë, energjitë shenjave të ujit, por dhe energjitë shenjave të zjarit. Në fillim të kësaj jave, ju shoh që jeni të ngecur në mendimet tuaja. Mund të jeni të ngecur në mendime në lidhje me një dashuri, ju mendoni negativisht, ndoshta se zgjeni një personin e duhur. Në rastin tjetër se njofit lidhjet ose marrëdhëniet tuaja nuk ecin ashtu si duhet, por kjo nuk është e vërtet, sepse unë shoh që rruga është e hapur. Ose ju mund të mendoni negativisht në lidhje me punën tuaj, që gjërat nuk ecin normalisht aty, në lidhje me anën ekonomike, por janë thjesht nga mendimet tuaja. Duhet të dilni nga kjo energji, sepse unë shoh që rrugën e keni të hapur. Për një pjesë për jush, mund të jeni ngecur në mendime negative në lidhje me familjen tuaj, sepse shoh në mes të javës ju ndoshta mendoni negativisht për gjëra që ndoshta s'ju ecin, por nuk është e vërtet. Në mesin e javës unë ju shoh të çliruar, shoh që do keni shumë emocione në lidhje me dashurinë, me një person, me familjen tuaj, me fëmijët tuaj, por mund të keni dhe festime gjatë mesit të javës, por ndërkohë do keni dhe lajme të mira, ose ju do dilni nga këto situata në mes të javës dhe do ndiheni më të çliruar nga mendimet tuaja, por dhe nga ana emocionale. Dhe kjo ka vlerë edhe në lidhje me punën dhe nga ana ekonomike. Gjithsesi në fund të javës, shoh që i vendosni qëllime vetes, jeni te energjisë zjarit këtu. Ju do t'i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri. Shoh që aty del ylberi për ju, hapen gjërat dhe ju i vendosni qëllime vetes për të ecur para, për të shkuar në një dashuri ose në një njohje, për të futur në një njohje. Për pjesën tjetër, për të çuar para emocionet tuaja, se ju shoh jeni shumë emocional, por keni dhe shumë pasion gjatë kësaj jave. Ndërsa për disa të tjerë mund të keni kontrata të rëndësishme, ndoshta ju keni menduar se nuk realizohet gjë me këto kontrata, por unë shoh që ju çliroheni, do merrni lajme të mira dhe atëherë do t'i vendosni qëllime vetes për ta çuar para një kontratë. Mund të jetë kontratë pune, kontratë martesore, kontratë në lidhje me largime, mund të keni dhe udhëtime gjatë kësaj jave. Largime jashtë shtetit, nga një qytet në qytetin tjetër, udhëtime për qejf, mund ta merrni nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që ju i vendosni qëllime vetes, gjërat fillojnë të hapen për ju në lidhje me gjithçka që ju dëshironi gjatë kësaj jave. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së akretit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose të WhatsAppit. Atëherë shohim energjinë që do na vi edhe për shenjën tuaj. Ju jeni në energjinë tuaj gjatë këtij muaji. Atëherë jemi te energjia e shenjave të ajrit. Kemi dhe hënën e re që është në shenjën tuaj gjatë kësaj jave që do ketë ato ndikimet e veta.
Gjithsesi, ju shoh jeni të energjia e shenjave të ajrit, energjitë shenjave të zjarit dhe përsëri të ajrit. Ju shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me dashurinë, jeni në një pozicion më të qëndrueshëm, por ndërkohë shoh që ju jeni duke menduar për të futur një frymë të re në jetën tuaj, në lidhje me njofjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Do merrni vendime të rëndësishme gjatë kësaj jave. Ju shoh në një pozicion më të sigurt, do përdorni më fort pjesën e logjikës, pjesën e mençurisë, por ndërkohë mund të keni lidhje edhe me institucione shtetërore, me dokumenta të ndryshme gjatë kësaj jave, ose në rastin tjetër në lidhje për një pjesë në lidhje me shëndetin, me studimet që ju mund të keni, por gjithsesi ju do filloni të fusni një frymë të re, ose në lidhje me punën, me zyra të ndryshme që ju mund të keni punë, ose edhe me çështje dhe situata të ndryshme që kanë lidhje me shtetin ose me dokumenta të ndryshme. Gjithsesi në mesin e javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ju do t'i vendosni qëllime vetes për t'i çuar gjërat para. Në një rast në lidhje me dashurinë, për të çuar një dashuri para, sepse ju shoh që keni marrë eksperjenca, do përdorni logjikën më tepër, do jeni duke marrë vendime në lidhje me një dashuri. Dhe ju shoh që i vendosni qëllime vetes, do keni shumë pasion gjatë kësaj jave, por ndërkohë një pjesë prej jush mund të keni dhe një ndjekës, një person që ju ndjek gjatë gjithë kohës. Dhe në fund të javës shoh që ju do ndjeni në dilema, do jeni pak konfuz, nuk do të jepni zgjidhje dot një situate, një dashurie, sepse doni të mbroni veten tuaj, dhe këtu jemi te hëna e re. Do ndikohen më tepër ata që e kanë hënën e re në shenjat e ajrit, siç është binjak, peshore ose ujor. Ndërkohë, kjo mund të ketë lidhje dhe në lidhje me punën tuaj, ku ju i vendosni qëllime vetes, e bëni me shumë pasion, në lidhje me partneritete, me bashkëpunime të ndryshme, ose edhe me kontrata që mund të lidhni gjatë kësaj jave, por ju shoh që sikur nuk hapni syt të shihni gjërat qartë, për të bërë këtë fillim të ri, për të bërë një kontratë ose një bashkëpunim ose diçka tjetër. Ndërsa për një pjesë tjetër kjo mund të ketë lidhje edhe me anën ekonomike. Gjithsesi, është një javë ku ju jeni në një pozicion më të mirë, përdorni logjikën, mençurinë, vendosni qëllime vetes, thjesht mos qëndroni konfuz. Jepini zgjidhje situatave të ndryshme që ju mund të keni në jetën tuaj. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së shijetarit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni edhe videot e kaluara të këtij kanali. Dhe shohim energjinë për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë energjitë të shenjave të ajrit, kemi energjitë të shenjave të zjarit që jeni ju vetë, dhe kemi energjinë e shenjës së binjakëve. Gjithsesi, dielli futet në shijetar në datën 22 nëntor, dhe ju do jeni në energjinë tuaj. Gjithsesi kemi dhe hënën e re, por shoh këtu me hënën e re ju keni marrë shumë goditje në jetë, mund të them, mund të jenë goditje nga më të ndryshmet që keni marrë, një pjesë prej jush në lidhje me dashurinë, ndoshta keni marrë zhgënjime të ndryshme në lidhje me familjen, me punën tuaj, në anën tuaj personale, ose edhe me situata të ndryshme që ju mund të keni pasur te vendi i punës, por dhe gjithçka tjetër. Gjithsesi, unë i shoh që ju jepni fund të çliroheni gjatë fillimit të javës dhe do bëni fillime të reja. Ju mund të futeni në një njofje të re. Në një rast, në rastin tjetër mund të keni fillimin e një fillim dokumentash, fillim studimesh të ndryshme. Do jeni shumë aktiv gjatë këtij fillimi të ri, por ndërkohë mund të jetë fillimi një pune të re, një fillim ekonomik, një fillim me fëmijët tuaj, mund ta merrni në çështje dhe situata të ndryshme. Dhe në mesin e javës ju do jeni në pritje. Mund të jeni në pritje të një personi, të një dashurie, mund të jetë një person në distancë,
por në rast për një pjesë tjetër mund të jenë në pritje të një përgjigje në lidhje me fëmijët tuaj. Një përgjigje nga distanca, flasim gjithmonë, mund të jetë një përgjigje pune, një përgjigje për të larguar jashtë shtetit, për të larguar nga një vend pune për të filluar një vend pune tjetër. Mund të prisni një përgjigje për një shtatzani. Gjithsesi në fund të javës, unë ju shoh që për gjithë ata që presin një përgjigje nga një person që jeni në një njohje, është një person që mund të jetë në distancë, unë shoh një takim me këtë person dhe shoh një çift shumë të dashuruar. Sikur shigetat e Kupidit janë drejtuar te kjo dashuri, te ju dëgjues. Ndërkohë për pjesën tjetër, ju ndoshta janë në pritje të fëmijëve tuaj dhe fëmijët tuaj ndoshta janë ose për të shkuar te fëmijët tuaj dhe shoh një dashuri shumë të bukur tek ju. Për disa të tjerë, mund të jeni duke pritur një partneritet, një bashkëpunim te vendi punës, ju shoh me qëllime në veten tuaj, jeni duke pritur një përgjigje dhe ju shoh sikur do të çliroheni nga këto situata. Por për një pjesë tjetër mund të jenë situata ekonomike, ndërsa për disa të tjerë do gjeni shpirtin binjak deri në fund të javës. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së Briciatit. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Dhe ju ftoj të ndiqni të gjitha videot e kaluara të këtij kanali. Atëherë shohim energjinë që do na vijë edhe për shenjën tuaj. Nuk di në lidhje me ju, shoh që keni të bëni me energji të shenjave të tokës, që jeni dhe ju vetë, energji të shenjave të ajrit dhe energji të shenjave të ujit. Atëherë shoh që ju ndjeni të pakënaqur, ju shoh në fillim të javës, mund të jeni të pakënaqur në lidhje me një dashuri, me një person, keni dhënë shumë te ky person, por nuk keni marrë shumë pak. Në rastin tjetër mund të keni dhënë shumë në familjen tuaj dhe keni marrë shumë pak. Për disa të tjerë, jo të gjithë njësoj, për disa të tjerë mund të keni punuar shumë edhe të ardhurat tuaja në bazë të punës kanë qenë të pakënaqshme, ndërsa për një pjesë tjetër ndoshta në lidhje me fëmijët tuaj nga ana ekonomike ose në çështje dhe situata të ndryshme që mund të kenë lidhje edhe me shtetin, me dokumenta, mund të kenë lidhje me gjyqe, me gjëra të ndryshme që mund të keni në lidhje me shtetin. Dhe ju shoh ndjeni jeni në një energji të tillë dhe në mes të javës shoh që merrni një zhgënjim. Ndjeni ose ju ndjeni të zhgënjur, ndjeni përsëri të pakënaqur në lidhje me çfarë do lloj situate që ju të keni. Është një mesjavë ku ju mund të merrni goditje, mund të merrni një zhgënjim ose ju ndjeni brenda vetes të zhgënjur, ose një manipulim, por e shoh që ka lidhje me emocionet dhe me familjen. Më vjen keq ta them, nuk e di për kë bëhet fjalë këtu, sepse jo të gjithë mund të përfshihen në të njëjtën energji, por shoh një zhgënjim nga familja më tepër. Sepse kemi treshin e shpatave, kemi kartën e familjes, kemi një pakënaqësi të madhe nga ju. Tani, kjo mund të ketë lidhje edhe te vendi punës, mund të ketë lidhje me persona të ndryshëm që ju bashkëpunoni. Gjithsesi në fund të javës shoh që ju çliroheni nga kjo situatë, arrini të gjeni qetësinë, do ndjeni më të kënaqur duke e kaluar këtë. Mund të kaloni edhe një fundjavë me familjen tuaj dhe kjo gjë t'ju qetësoj, për gjithë ata që s'kan probleme të kësaj natyre. Ndërsa për pjesën tjetër do keni lajme të mira, mbas një zhgënjimi do keni lajme të mira te vendi punës, lajme të mira ekonomike, lajme të mira në lidhje me dokumenta dhe situata të ndryshme që mund të keni me gjykata, prokurori, institucione shtetërore, ose edhe në lidhje me situata ekonomike, por situatat mund t'i merrni nga më të ndryshmet. E rëndësishme është që ju çliroheni nga situatat të së kaluarës me këtë hënë të re. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë
Atëherë më falni sepse video ndërprej për shkak të një telefonate. Ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Është një person që vjen drejt jush, por është një person që dëshiron të flirtojë me ju. Nuk është se është person që që ka emocione, thjesht një flirt, një romancë, por në rastin tjetër do keni lajme të mira në lidhje me punën, me kontrata të ndryshme, në lidhje me shtëpinë, me familjen, me fëmijët tuaj, dhe në mesin e javës ju shoh të vendosur në qëllimet tuaja. Ndoshta ju i vendosni qëllime vetes në lidhje me një dashuri, me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja, duhet keni kujdes nga një person siliqar që ju qëndron pranë vetes tuaj, ose në lidhje me kontrata të ndryshme te vendi punës, kontrata ekonomike, ose mund të jetë një kontratë pune, në partneritete, bashkëpunime të ndryshme që ju mund të keni. Gjithsesi, ju shoh që keni marrë eksperienca në lidhje me situata të ndryshme në fund të javës, dhe ju shoh në një pozicion të mirë. Por ndërkohë do t'i trajtoni gjërat më me mençuri, do përdorni shumë fort pjesën e logjikës, do merrni vendime të rëndësishme në lidhje me gjithçka, në lidhje me njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja. Një pjesë prej jush mund të keni të bëni me një person narcis dhe ju i vendosni qëllime vetes për ndoshta në lidhje me këtë person. Ky person mund të jetë e vendi punës, mund të jetë një person që është në shoqërinë tuaj, mund t'i merrni situatat nga më të ndryshme. Gjithsesi, ju shoh me qëllime, do keni flerte, romanca gjatë kësaj jave, ju shoh të vendosur, pavarësisht se keni kaluar vështirësi, nga këto vështirësi keni mësuar, keni marrë eksperienca. Kjo gjë do t'ju bëjë që ju të fusni një frymë të re në jetën tuaj, në lidhje me çfarë do lloj situate që të jeni, do merrni vendime të rëndësishme, por do t'i trajtoni gjërat më logjikisht. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve, mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe në këtë kanal. Përshëndetje gjithë ju të shenjës së peshqve. Atëherë do shohim si do jetë kjo javë edhe për shenjën tuaj. Ju uroj një javë të mbarë të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal. Dhe gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ne shohim energjinë që na vjen edhe për shenjën tuaj. Atëherë, kemi të bëjmë me energji të shenjave të ajrit. Kemi 4 energji këtu, energjia e shenjës së Demit, të Akrepit, Virgjëreshës dhe Luanit, dhe kemi energjinë e shenjës së Gafores. Dhe ju shoh që ju në fillim të kësaj jave do besoni te intuita juaj. Do keni të aktivizuar syrin e tretë, do futeni brenda intuitës tuaj për të ekuilibruar ose për të vendosur një lloj balance në njohjet, lidhjet ose marrëdhëniet tuaja në punën tuaj, por dhe nga ana ekonomike. Është një fillim jave ku ju do fulleni brenda vetes tuaj, duke menduar më me logjik për të balancuar situata të ndryshme. Dhe në mesin e javës shoh që fati do t'ju ndihmojë në lidhje me për t'i çuar gjërat para, për të çuar para një dashuri, një njohje, një lidhje, për të çuar para punën tuaj, anën tuaj ekonomike, marrëdhëniet tuaja në rastin tjetër, ose në lidhje me çfarë do lloj situate që mund të keni në jetën tuaj. Mund të keni lidhje me anën ekonomike, me fëmijët tuaj, me partneritete, bashkëpunime të ndryshme, me karrierën tuaj. Dhe në fund të javës, ju shoh që futeni, keni pasiguri, do keni frikra emocionale, ndoshta mund të keni dhe prapaskena. Këto prapaskena mund të jenë nga persona që ju qëndrojnë afër dhe shoh që punojnë mbas shpinës tuaj. Dhe këta persona mund të jenë si në lidhje te vendi punës, në grupe shoqërore, grupe njerëzish të ndryshëm, por ju shoh që ju do ndiheni të paqartë, të pasigurt në fund të javës. Gjithsesi, fati ju ndihmon, duhet thjesht të dilni nga pasiguritë. Ju futeni brenda vetes, dëshironi të çoni gjërat para, por ju i pengoni energjinë tuaj me pasiguri dhe frikra që mund të keni brenda vetes. Atëherë kjo ishte për ju përshëndes të gjithëve. Mos harroni shtypni butonin like, bëni subscribe për të marrë sa më shumë video nga ky kanal.
Dhe të gjithë ata që janë të interesuar për lexime private mund të kontaktojnë në adresën e emailit ose te WhatsAppi. Ju ftoj të ndiqni dhe videot e kaluara të këtij kanali, videot e javës, videot e muajit, por dhe video me tema për dashurin, por dhe tema të ndryshme në këtë kanal. Dhe ftoj të gjithë ndjekësit e këtij kanali që ende nuk kanë bërë abonimin në këtë kanal të bëjnë subscribe për të marrë videot në vazhdimsi. Atëherë ju uroj një javë sa më të këndshme, një mbasdite sa më të këndshme, por dhe dëgjim të këndshëm të kësaj videri.